Albdiag Solutions. Ky material është vetëm edukativ. Për çdo ndërhyrje në automjet, konsultoni me një specialist të autorizuar. Çfarë është sistemi SCR ose AdBlue? Sistemi SCR, Selective Catalytic Reduction, është një teknologji e trajtimit të gazrave të shkarkimit që përdor një reagent i quajtur AdBlue, me qëllim reduktimin e oksideve të azotit, NOx, në gazra të padëmshëm. Çfarë është AdBlue? AdBlue është një përkthësirë ujore e përbërë nga 32.5% ure dhe 67.5% ujë i demineralizuar. Ai injektohet në sistemin e shkarkimit, ku shndërrohet në amonjak dhe reagon me NOx në katalizatorin SCR, duke i kthyer në azot, N2, dhe avuj ujë, H2O, gazra të padëmshëm për atmosferën. Pse përdoret sistemi SCR ose AdBlue? Oksidet e azotit, NOx, janë ndërndotësit më të rrezikshëm të prodhuar nga motorët me naftë. Ato shkaktojnë acarim respirator, dëmtojnë mushkëritë, kontribuojnë në formimin e smogut urban dhe acidifikimin e mjedisit natyror, si dhe ndikojnë në shtresën e ozonit. Sistemi SCR redukton NOx deri në 90%. Si funksionon sistemi SCR ose AdBlue? Paketa elektronike monitoron temperaturën e gazrave të shkarkimit dhe injekton AdBlue në linjën e shkarkimit. AdBlue mzehet dhe shërrohet në amonjak, i cili reagon me NOx në katalizatorin SCR, duke i kthyer në azot, N2, dhe avuj ujë, H2O, gazra të padëmshëm për atmosferën. Pjesët kryesore të sistemit SCR: depozita AdBlue, pompë AdBlue, tubacionet apo linjat e reagentit, injektori i AdBlue, katalizatori SCR, sensorët temperature dhe presioni, sensorët NOx para dhe pas katalizatorit. Çfarë ndodh kur mbaron AdBlue? Sistemi paralajmëron drejtuesin me mesazhe si rimbush AdBlue. Motori nuk do ndizet pas disa km-sh ose pas disa ndezjesh. Nëse rezervuari zbrazet plotësisht, automjeti mund të mos ndizet derisa të rimbushet. Simptomat e gabimet e zakonshme: drita sinjalizuese SCR apo check engine, humbje fuqie, limp mode, konsumi i pazakonshëm i AdBlue, mesazhe si AdBlue fault ose NOx system fault. Shkaqet më të zakonshme të problemeve janë: përdorimi i AdBlue jo standard apo i ndotur, kristalizim në injektor apo linja, defekti pompës e AdBlue, defekti injektor AdBlue, sensorët NOx të dëmtuar, shkëputje apo oksidime në linjat elektrike. Si ta mirëmarrim sistemin SCR ose AdBlue? Përdorni vetëm AdBlue të certifikuar ISO 22141. Mos shtoni ujë apo qimikate të tjera në vend të AdBlue. Riparoni çdo problem të sistemit AdBlue kur ato shfaqen. Mos e të mbushni depozitën e AdBlue. Mesazhi final: sistemi SCR nuk është pengesë për automjetin, por një teknologji që mbron shëndetin dhe mjedisin. Kur motori dhe sistemi trajtimit të emitimeve punojnë siç duhet, emitimet e NOx reduktoren ndjeshëm, duke kontribuar në ajër më të pastër dhe funksionim më të sigurt të mjetit.